Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8. Në kohën kur kanë mbetur më pak se 10 ditë për zgjedhjen e presidentit, sipas afateve kushtetuese, Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar takime me përfaqësues të partive opozitare për koordinim parlamentar. Kurti ka takuar kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamzën dhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumira Bigjikun, ku nga këto takime kanë deklaruar se nuk kanë emra të përveçëm për postin e presidentit. Sipas Kurtit, duhet të gjendet një kandidat që garanton 2/3 e deputetëve në sallë kur të hidhet në votim dhe se do të përpiqen maksimalisht të evitojnë zgjedhjet shkaku i mos zgjedhjes së presidentit. Derisa liderët institucionale e partijak po përpiqen të gjejnë zgjidhje për çështjen e zgjedhjes së presidentit, Kosova pritet të marrë pjesë në misionin ndërkombëtar për stabilizimin e Gazës nëpërmjet angazhimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës si hap strategjik për afirmimin ndërkombëtar të vendit. Trupat e FSK-s do të shërbejnë për krah forcave të shteteve partnere në një operacion që synon ofrimin e paqes dhe të sigurisë. Njohës të fushës së mbrojtjes e vlerësojnë këtë si një zhvillim të rëndësishëm për avancimin e kapaciteteve profesionale të FSK-s dhe forcimin e bashkëpunimit me aleatët ndërkombëtar. Ministria e Mbrojtjes ka reaguar ndaj pretendimeve se përfaqësuesit e organizatave të dala nga lufta UÇK-s nuk janë përfshirë në Këshillin Organizativ për shënimin e 28 vjetorit të epopesë së UÇK-s. Sipas njoftimit të kësaj ministrie, Qeveria e Kosovës në mbledhjen e fundit ka themeluar Këshillin Shtetëror për shënimin e 28 vjetorit të epopesë së UÇK-s. Ministria bën të ditur se i është dërguar ftesë zyrtare përfaqësuesve të OVL-s së UÇK-s për pjesëmarrje në Këshillin Shtetëror. Ndërkaq, kjo e fundit në fakt OVL UÇK-s në reagimin e tyre kanë thënë se kategoritë e dala nga lufta nuk janë vartës të asnjë ministrie dhe se nuk mund të trajtohen me gjuhë urdhëruese për një ngjarje që buron nga vetë sakrifica e tyre. Kosova po ballafaqohet me procesin gjyqësor që po zhvillohet në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-s e që tashmë po i afrohet fazës së vendimmarrjes. Pas një gjykimi të gjatë dhe kompleks, ekipi i mbrojtjes është shprehur optimist për një epilog pozitiv, duke theksuar se prokuroria ka dështuar të argumentojë akuzat me prova bindëse. Avokati Skënder Musa deklaroi se gjatë procesit janë paraqitur prova kundër thënëse dhe se sipas tij mungojnë prova materiale që do të mbështesnin akuzat. Ndërkohë avokati i Thaçit, Luka Mishetić, pas përfundimit të deklarimeve përfundimtare, është shprehur optimist për një rezultat pozitiv. E ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, me datën 27 shkurt nis një proces i gjyqësor për pengim të drejtësisë. Rasti zhvillohet paralelisht me gjykimin për krime të pretenduara lufte, por në aspektin procedural trajtohet si çështje veçantë. Prokuroria pritet ta thërrasë dëshmitarin e parë nga 3 gjyqësej, të cilët do të merren në pyetje gjatë javës së ardhshme. Për këtë proces janë planifikuar 6 seansa gjyqësore nga data 27 shkurt deri me datën 6 mars. Në këtë rast, përveç Thaçit, të akuzuar janë edhe Bashkim Smakaj, Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuçi. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, takohemi bashkë në edicionin e orës 9. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.